Tragedia që goditi familjen Kelmendi ka prekur të gjithë opinionin publik mes personazheve që kanë shprehur ngushëllimet e tyre është edhe Jot Marku, i cili ka pasur një raport as pak të mirë me Gjesin. Lajmi trisht për humbjen e një jete kaq të re na i prek zemrat të gjithëve. Ngushëllimet e mia më të sinqerta për familjen dhe uroj që Zoti t'ju jap forcë për ta përballuar dhimbjen. Qoftë lule e xhenetit, shkroi ai në Instastory. Ky reagim vjen pas dhjetra mesazheve prekse nga artiste miq të afërt të Gjesit, fituesi të Big Brother Vipëllvenia 4, i cili humbi të vëllain në një aksident tragjik. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.